Lepujt nuk janë kur larg rrezikut. Në një botë me shumë tinguj të paralajmërueshëm, kërkon një shqyrtim të kujdesshëm. Por jo të gjithë kafshët shtëpiake të njerëzit janë ujqër të veshur si dele, sepse kërcënimi i vërtet është për jetesën e deleve. Edhe të femrave, çdo vit rreth 40 milion pound të korrave bujqësore të Britanisë zhduken në stomakun e lepujve. Ata janë vegetarianë të pangohur, por qenxhat e poshtalindur kanë takimin e tyre të parë me mikun e ngushtë lepur dhe kanë një çështje nguruese. Së shpejti ata do të familiarizohen me shokun e tyre të hedhur, që ha gjithë fushën e tyre. Pak kafshë ngjallen një mori emocionesh tek të tjerët. Për disa lepuj është një kafshë shtëpiake e lezetshme, dhe tek disa i duken vetëm si pamje parazite që duhen kapur pa mëshirë. Njeriu dhe lepuri kanë ndarë një marrëdhënie midis dashamirës dhe urrëties që nga shekulli 17, kur sollën për herë të parë në Britani nga pushtuesit norman. Por në ditët e sotshme, njeriu është armiku i tyre më i madh. Dëmi ekonomik është aq i madh saqë një luftë e përhershme është shpallur kundrejt tyre. Një luftë që na tregon pak shenja fitoreje. Por sa di vërtet për këto kafshë të mrekullueshme, le të eksplorojmë këtë jetë sekrete që zhvillohet shumë larg nga syri i njerëzit. Ironikisht, informacionet na vinin nga që të kërkonin të kapnin lepuj ose bënin gjueti kundrejt tyre, ose ata që i merrnin në labirintet e tyre nëntoksore. Ferrerët u njohën me sistemin e gjërat të Boros, të njohura si Warrens, kur humbi shpesh për ardhin e tyre. Janë pak a shumë si macet shtëpiake, por që futen nëpër tunele nëntoksore. Në fakt, fetilizmi është një metodë jo aq efikase për t'u kapur. Warrenet janë të gërmuar në breza të tërë banorësh, duke formuar një rrjet, thjesht kalimesh të thella për të cilat lepujt mund të fshihen, posaçërisht në vrimë të konstruktuara mirë ku lejohen ata të arratisen. Në fakt, lepujt janë shumë social që të jetojnë në grupa të vogla territoriale shumimi. Edhe për mbretit e razës Warren, jeta e këtij lepuri dominues duket se është një përvojë stresuese. Për të mbijetuar, ai mbështetet në sqisat e tij të mprehta. Veshjet e gjatë që lëvizin mbrojnë mjedisin duke amplifikuar edhe zhurmën më të vogël. Sytë e spikatur kanë një fushë të madhe shikimi. Kanë një njohati të ndihshme që dritet, mustaqet që janë shumë të rëndësishme në erat që fryt, duke i dhënë rëndësi etike në komunikimin e lepujve. Me vrymat që kanë në hundë, me sytë e veshjet që kanë përgatitur ndjeshëm, punojnë së bashku duke qenë si një grup i frikshëm shqisës, që përqendrohen në rrezikun e tyre më të madh. Pullat e forta në porë të fuqishme dhe palëmëruese me anë të shqisave nga çdo kërcënim. Por lepujt janë shumë nervoz, saqë lehtësisht pusin në panik njëri tjetrin. Dhe agresiviteti i tyre qëndron në themel dhe pjesën më të madhe të sjelljes në shoqërinë e tyre.
Territoret përreth Warrens kanë një kufi të përcaktuar dhe goxha të qartë, të cilat shpesh patrullojnë aromat me ndjesinë që kanë dhe komuniteti që i rrethon. Çdo grup arrestuar përmban mesatarisht 3 deri në 5 të tillë. Është pranverë se çdo lloj çiftëzimit ka mbërritur dhe lepuj në koloni bashkëveprojnë vazhdimisht duke kontrolluar identitetin e njëri tjetrit dhe gjendjen seksuale që kanë. Lepur jeton në një botë dominuar nga nuhatja, ku arrihet nga prezenca e një grupi të madh të kolonisë paralele, kombinimi i sekrecioneve të ndryshme, nga gjëndrat anale dhe të mjekës, të cilat së bashku me urinën përhapen lirisht rreth zonës së tyre të origjinës dhe në raste të rralla mbi njëri tjetrin. Lepujt prodhojnë 2 lloje qelizësh për prodhimi, janë si tip kokra të vogla të lagështirura, ende të pasur me proteina që mund të merren me njëherë në gojë ndërsa lënë anosin. Këto i përtypin dhe i rrigëlltiten. Forma tjetër më e njohur dhe e thatë kompakte ku hidhet në vende të zakonshme tradicionale të njohura si latrine. Zona përreth është mbushur me aromë nga gjëndat nën mjegër. Latrinet funksionojnë si qendra për punimin e informacioni, duke ofruar një shërbim kimik të mbretësuar në lidhje me moshat e seksit dhe statusin shoqëror të anëtarëve të kolonisë. Dhe sinjale dërgohen përmes një lloji rrjeti komunikues që lepujt kanë. Gërvishtja e tokës ndihmon me ekspozimin e rënjeve të ngrënshme, por më shpesh përdor si shfaqje kërcënimi midis rivalëve. Lepuj dominant në patrullat e tyre kufitare shpesh hasin meshkuj të paçiftëzuar që jetojnë larg shoqërisë Warren. Meshkujt e palidhur të shoqërisë do të kalojnë me shumë dinakëri lepujin e vjetër vigjilent për të filtruar me banorët e ardhshëm. Zakonisht dyrësi lëviz para ku ndjehet i kërcënuar, po ndonjëherë sfidantët përplasen në betejë të ashpra që shkatërrojnë paqen e brishtë të Warrensve. Po zhveshlit janë një luftë me sulme dhe shqilma ndaj njëri tjetrit. Kthethrat e gjata dhe të mpreta mund të hasin dëmtime të pambrojtura që kanë në sqisa, madje duke përfunduar edhe në kafshime të vogla. Lepujt ndonjëherë luftojnë deri në vdekje. Dhe diktatori tjetër nuk shfaq asnjë mëshirë ndaj armikut e tij duke dërbuar humbesin në një jetë mërgimi ndaj skajt të shoqërisë. Për disa, shtatzania është një kohë pune detyrueshme. Kur njëri për tyre është në një detyrë për të ruajtur tokën, ajo gërmon për të bërë një dhomë foleje ose ndalon. Ajo aty do të lindë të veçlit e saj. Ndalesa brenda tyre ofron më shumë mbrojtje për të veçlit, kështu që shpesh ngritet me zotërimin e foleve kryesore për fole. Të gjithë çiftet e lepujve poligame dhe të qëndrueshme që shpesh formojnë ose më saktë krijojnë telashe, me të cilët trajtohen në mënyrë të ngjashme për një rol mbrojtës tek partnerët e tyre të preferuar. Ata e kushtojnë vëmendje të madhe përparimit për të dëtuar diçka, duke hetuar me kujdes çdo mosmarrëveshje që mund të ndodhë. Duke mbledhur tofa me materiale për fole me shumë shkatësi, duke treguar zgjuarsi të madhe. Dalesat e vogla gjatë gërmimit në tokat e cegëta mund të ndodhin në më pak se 24 orë. Qimet e shkullura nga trupi i saj do të plotësojnë një rreshtim të rehatshëm për folen. Në sezonin e shkurtër të shumimit nga muaji i shkurt ose në shtator, ajo mund të ketë 5 pjellori në çdo vend të ndryshëm. Por jo të gjithë janë kaq të sjellshëm.
disa kanë perfeksionuar artin e qetësimit. Lepuri ka shtëpi pothuajse kujdo në ishujt britanik. Ka bërë kolonizime në ishujt, afër detit, malje dhe këneta, por ndoshta është më i poldshëm në zonat bregdetar ku ka pasuri më të madhe për të bërëra dhe lule të regra që rriten masivisht deri në det. Në popullatën e mbyllur të ishujve, siç është skoma pranë bregut ulles, ka mutacione shumë gjyshe që janë si personazh nga filmi Liza në botën e çuditërave, ku mund t'i gjeni në lule shkëlqyese. Këto variante natyrore u kanë mundesuar mbarështues të prodhohen disa lloje të shumta shtëpiake, nga të gjitha përardhjet, duke përfunduar tek lepuri Jaeger. Qetësia jetësore e lepurit në bregdet është e paqëndrueshme për shkak të mirave pufineve që kanë mbërritur. Lepuri dhe pufinët mund të mos e shijojnë të njëjtën kuzhinë, nuk ka të dhënat që lepujt ushqen e peshq. Dhe askush nuk e sugjeroi në prurje të pufineve, por pasi pufimet të kenë përfunduar formalitetin e tyre të çiftëzimit, shëtësimi i tyre kryesor bëhet sigurimi i një strehimi të përshtatshëm për ta. Çfarë mund të jetë më përshtatshme se sa një akomodim i gatshëm nga lepujt, që kjo do të thotë një dëbim nga qiralgjiu. Pra pufinët i marrin borxhlit. Lepujt mund të mos kenë ndonjë dashuri të madhe për peshkim, por në dalgët e bregdetit ata nxjerrin interes tek gjërat e detit. Algat e detit. Algat e detit përmbajnë lëndë ushqyese të vlefshme që nuk gjenden diku tjetër. Ndoshta diçka në alg shkakton iluzione tek lepujt, duke menduar se ai është mbreti. Por sturi larg detit nuk mund të mbahen për shumë larg. Në bregdetin e eksplozuar, ato shfaqen shpejt dhe egërsira e tyre plot nuk është një pashmangshmëri e lehtë. Multi me erë dhe shi mund ta bëjë jetën e një lepuri shumë keq. Gëzothi i tyre është i përballueshëm ndaj ujit, gjë e cila e bën më të pastër për trupin e tyre. Nga leshi i tyre i trashë në nqime, dalin nqime më të gjata dhe të forta që japin ngjyrë, por kur gjërat përkeqësohen, lepujt shkojnë në shtëpinë e tyre dhe të ëmbël. Përmbytja është një rrezik gjithnjë i pranishëm. Lumenjtë që ulen dhe garantojnë më shumë përmbytje dhe nga shirat e rrëmbyrshme, kur dalin nga prigjet e tyre. Në rrethana të tilla, individët e bllokuar në ishuj të izoluar të sapoformuar mundohen të gërmojnë me shpejtësi në prigjet e lumenjve. Ato kanë nevojë për një ndihmë, por shpesh ata dinë të notojnë dhe sigurisht duhet që ta bëjnë. Faktikisht, lepujt janë anëtarë të shkëlqyer dhe në bregdet her pas here vizitojnë ishuj bregdetar për të ushqyer gjatë zbaticës, duke notuar për të izoluar nga të lodhujt që do të vijnë. Me hënën e plotë të natës, një krijesë tjetër zvarritet në jetën e lepurit.
Brumbulli Minotaur, një buburrec mbreslëdhës për mbledhjen e mbetjeve, specialist në marrjen e kokrizave të jashtëqitjes së lepujve, një ndër insektet e pakta që mund të nxjerrë më shumë blet ushqyese në këto jashtëqitje që tashme i riciklon. Brumbulli gërmon tunelet e tyre nën tokë, duke munduar të gjejë kokrizë për të tërhequr sa të munden për të vendosur vezët e tyre. Pas një muaj të suksesshëm takimi, lindin fëmijët e saj, e vetme në këtë ndalesë, zakonisht gjatë natës. Të veçlit bërin në botën e tyre nëntoksore, të verbër, të zhveshur dhe të shurdhër. Së shpejti ata do të lidhen vetëm në foljen për gëzofi, duke u munduar së bashku për ngrohtësi dhe reati. Ata janë mbarështuar tepër të frytshëm. Brenda pak orësh nga lindja duke pjellur prej 8 këlysh, ajo mund të çiftëzohet edhe një herë tjetër, që në muajin e vijim mund të ketë një familje tepër të madhe. Agimi nuk është gjithmonë një kohë që të sije për lepurin. Gjatë këtyre orëve të mëngjesit, lepujt rrisin shkallën e tyre të ushqyerit dhe shpesh dalin për të ngrënë, disi larg tuneleve të tyre, që ndryshe janë shtëpia e tyre. Kështu që, duke vepruar kështu, ata rrisin në rrezikshmërinë që sulmohen pa pritur nga grabiqarët. Ndonjëherë në një gjendje lodhje dhe pritshmërisë, mund të ndodhë diçka e papritur lepurit. Velprat janë armiqtë e përbërtuar të lepurit, dhe ata do të mundohen të hapin tunelet e tyre të cegëta për të kapur prerët e tyre, dhe ato tunele mund të ndoqë të marrë edhe këlyshet gjithashtu. Por me thellë nën tokë, lepujt janë më të sigurt. Çuditërisht, dhelpra ndonjëherë japin strofullat për gjë, duke i lënë fëmijët e tyre të menjëhershëm të padëmtuar. Ndoshta mbi parimin së ushqimit të shkallët e dikujt është më mirë të lihet për në kohët e vështira. Këlyshët e bllokuar pranë sipërfaqes në burgun e tyre nëntoksor janë synimi i tyre i prekshëm për të minimizuar sasinë e vëmendjes së të hequr, të ndaluar se nëna e tyre t'i vizitojë një herë në 24 orë për disa kohë. Këlyshët zhvillohen shumë shpejt dhe masa e pjellurisë së lepujve është fenomenale, që brenda 5 muajsh këta lepuj të vegjël mund të kujdesen për të vegjëlit të tyre. Pas çdo lëvizje, lepuri gërmon dhe mbulon vendin duke u kamufluar me kujdes hyrjen e tokës. Duke gërvishtur dhe duke gërmuar më shumë vendin duke për një hyrje të dytë, duke përgjasme sikur ka dalje tjetër nën tokë.
Kjo ndihmon të eliminojë çdo aromë të mbetur, një masë paraprake e nevojshme duke kujdesur për grabiçarët përreth. Çkëlyshët të sigurohen mirë nuk duhet të bëjnë asgjë tjetër, veç të presin nënën e tyre që t'i therrasi përsëri. Një kanal ajri sipërfaqe siguron që ata mos të ngordhin. Së shpejti ata do të lëvizin nga folja për të shkuar në shtëpitë e tyre, dhe do të nisin aventyrën e tyre të vogël, në fundin e tunelit. Rreziqet që do të hasin në rrugën e drejtë shtëpisë nuk do të vënojë shumë për ta. Pulbarda dhe shtëpinë të zezë është një ndër grabiçar që do të gëlltisë gëlyshët tyre, kur nuk janë mirë ose të plagosur një herë në kaq muaj. Në Warren, nga 280 gëlysh, vetëm 28 për tyre do të shpëtojnë gjallë pas një viti. Gëlyshët madje nuk janë të sigurt as nga lloji i tyre. Një lepu i rritur mund të vrasë një gëlysh që nuk është pjesë e familjes së tyre, nëse nuk mbrohen nga nëna e tyre ose në kujdestarinë e sigurt të një afërmit të tyre. Por lepujt janë mbijetues më të mëdhenj të natyrës. Është aftësia e tyre e mahnitshme për të kolonizuar territoret e reja dhe për të lidhur shumë gëlysh që garanton, pavarësisht rreziqeve, një botë kërcënuese, kur jeta e tyre është e lirë dhe e panjohur. Ata dhe fëmijët e tyre dhe fëmijët e fëmijëve të tyre nuk do të mposhtën kurrë.